Ministrin Edi Rama lidhet pikërisht me faktin e mbylljes së grup kapitujve të antarësimit. Ju e përmendët edhe gjatë fjalës tuaj edhe përdorët rekord hapjen e grup kapitujve, ndërkohë cilat janë parashikimet apo pritshmëritë tuaja për mbylljen e grup kapitujve të negociatave, cilat janë fushat prioritare që do duhet të ndjek qeveria shqiptare, zoti kryeministër, edhe në koordinim me Komisionin Evropian dhe zonja presidente ju e përmendët dhe gjatë fjalës tuaj që shqiptarët kanë treguar vazhdimisht qoftë nëpërmjet sondazheve, qoftë edhe në zgjedhje që e duan Bashkimin Evropian. Janë këto dy sinjale të mjaftueshme për të arritur edhe përmbylljen e negociatave. Faleminderit. So that is the advantage of a merit-based process. Avantazhi një procesi që bazohet në meritat, sepse Shqipëria ka bërë kaq mirë në rrugën e saj të reformave, në zbatimin e tyre, dhe unë jam shumë e bindur që kështu do të jetë edhe në pjesën e dytë të këtij procesi, që do të thotë mbyllja e grup kapitujve të ndryshëm, dhe mendoj që ndryshimi i vërtet që ka ndodhur disa vite më parë ka qenë në të vërtetë siç e thash tashmë, që Shqipëria e ka kuptuar. Ne e duam këtë proces dhe ju po tregoni mjaft mirë se sa shpejt në një kohë rekord, sa ambicioz ju mund të jeni, jo vetëm në hapjen e grup kapitujve, por dhe në mbylljen e tyre. Përgjigja është po aty ku ishte që në fillim, që kur thuhet 2027, do të thotë që brenda 2027 do të mbyllen kapitujt. Kështu që nuk e kuptoj pyetjen çfarë pritshmërish ke. Pritshmëria është që brenda 2027 të mbyllen kapitujt. Dhe ne nga ana jonë që t'ja dalim kësaj, duhet bëjmë të gjitha detyrat këtu. Dhe detyrat janë shumë të mirë përcaktuara kapitull për kapitull dhe plus edhe në planin e rritjes. Kështu që nëse sot ne marrim një vlerësim kaq pozitiv, kjo vjen si rezultat i detyrave të bëra deri tani. Por që ne të vazhdojmë të marrim vlerësimin pozitiv, duhet vazhdojmë të bëjmë detyrat. Dhe detyrat, se dua ta theksoj këtë si gjithmonë, ne nuk i bëjmë se na i kërkon Bashkimi Evropian. As që të kënaqim ata që nesër do të na miratojnë antarësimin në Paris, apo në Berlin, apo në se merri them Londër, po Londra ka ikë mbretin pa ditur në Rom. Ne i bëjmë detyrat për veten tonë. Çdo detyrë që ka ky proces dhe që bëhet këtu me sukses e bën Shqipërinë më të fortë dhe më funksionale si shtet. Për ne procesi i integrimit, i negociatave të antarësimit, i hapjes kapitujve, i mbylljes kapitujve, është proces shtetbërje demokratike. Dhe në fund të këtij procesi, kur Bashkimi Evropian, kur Komisioni thotë ne e mbaruam punën tonë, do të thotë që ne, Shqipëria, për veten tonë, marrim një certifikat që në bazë të opinionit Bashkimit të Komisionit Evropian jemi një shtet funksional demokratik. Dhe kjo është për shqiptarët dhe për gjeneratat e tjera. Pastaj, sigurisht si i tillë ne mund të hyjmë në Bashkimin Evropian dhe pastaj vazhdon procesi i përmirësimit, se nuk mbaron kurrë. Edhe gjermanët që janë mbajtur për dekada të tëra si më të përsosurit, nuk janë aq të përsosur sa i dinim, edhe tani përkuptojnë dhe vetë. Domethënë është proces, nuk është një gjë që mbaron. Por ama për ne është fat që jemi në mes të Europës dhe që kemi Bashkimin Evropian që na shoqëron në këtë proces. Se nëse do ishim jashtë këtij kontinenti dhe s'do ta kishim Bashkimin Evropian, ne do ta kishim të pamundur që të bënim një shtet funksional demokratik për 1001 arsye. Shumë faleminderit.
Thank you so much. Go in the front door.